Unë jam Henrik, jam një kontributor modest i artit pamor shqiptar. Fotot kryesisht janë gjetur tek pazari, te tregu biçikletave, ku ka disa dyqane gjërash të vjetra apo rendish të vjetra, të cilat shesin edhe foto. Dhe aty kam rastis fotot e mia të para të këtij koleksioni. Fjalë mbas fjale, ajo është pasuruar dhe tash jemi te diku ke 130 fotografi të vjetra dhe disa prej tyre të nënshkruara. Të autografuara janë diku tek 76 foto. Fotot e para kanë qenë komplet fantastike, sepse një nga dy fotot e para të cilët unë kam gjetur te pazari, që e bleva me shumë dëshirë dhe e kam ble vetëm 200 lekë të vjetra, ka qenë foto e 30 vjetorit të teatrit kombëtar. Ai se kishte iden fare çfarë po shiste, ndoshta ai po t'ia tregoje dhe ta pyesje kush janë këto tipat këtu, i njihte me emër. Nuk po them që ai ishte një person që s'merrte vesh, po për atë s'kishte asnjë lloj vlere ajo foto, le të themi. Dal nga dal, fillova thjesht krijoj një koleksion timin dhe nuk e lidha fare me idenë që më mbrapa ato do autografohen apo do bëhet edhe kjo pjesa tjetër e takimit të artistëve. Thjesht doja t'i kisha si çdo i ri që koleksionon gjëra të ndryshme në periudha të ndryshme të rinisë vet apo fillimeve të veta. Nga autografet e para fare, që nuk më kujtohet tani, por ndoshta mund të ketë qenë Tinka Kurtit, ka qenë ftuar tek një shfaqje të teatrit kukullave, në cilën nuk më kujtohet për çfarë arsye ndodhesh aty, nuk isha aq i vogël sa për të shkuar dhe ta frekuentoj teatrin e kukullave, po ka qenë një event në cilin kam qenë unë prezent edhe bëra të mundur që të shkoja të merrja foton dhe të kthehesha për t'i marrë autografin Tinka Kurtit. Urdhroni. Jo, prit pak. Kush e ka qarë derë? Unë. Po hyni, hajde hyni brenda. Po kush je ti më shak? Bardhyl Kraja. Mjeku që jam emëruar këtu. E pas ka fillu punën tu e qarë dyrt. Ishte puna se... Ishte puna dhe këtu ka pushtet si prekajeti. Me Reshat Arbanën ka qenë super, sepse isha domethënë e dija ku banonte dhe një nga familjarët e vet më ftojnë në shtëpi brenda derisa të vinte, si kishte dalë për të bëu pazar. Bile më vjen shumë keq pikërisht sot. Pikërisht sot që ju të dy morët një vendim të madh. Lumë si ne thuaj, do të na bëjë djali Hekoraxhi. Nuk më pëlqen që të vish në mes natës. Me Rikard Djarjen, i cili nuk jeton më, të cilit e kam ndjekur të shoqen nga mbrapa, duke i thënë a mund t'i kërkoj një autograf bashkëshortit tuaj, edhe ajo kishte bë pazar bile, si ishte kështu me qese me vete. Unë bëj mend atë, ai ishte simpatike. Po të mos ishte simpatike, do t'i kishe vënë re gjitha këtu? Ndoshta ja. Qenë ke vajzë çiltër? Një vajzë ndjen të domosdoshme që për një çast ti të çiltër me dikë. Po kjo nuk do të thotë se është vazhdimisht e tillë. Çim Xhepën e kam taku tek lokalet aty te teatri, ka qenë edhe i komplet i spontan si takim. Ka qenë si thosh nga takimet interesante. Ka zgjatur çfarë kohë, 20 minuta, por goxha i përkushtuar rreth kësaj gjë dhe i lumtur që po i kërkoja një autograf. Hajde urdhroni. Bike, karriket. Po rëndë e pas ke shtruar. Po që rëndë kryetar, me ato që na ndodhet, me ato që ka borë. Hajde gëzuar. Të pim një shëndet për shokun Agron. Faleminderit. Domethënë situata më komike e marrjes një autografi ka qenë me Timo Floko tek kodrat e liçenit diku pa vajtur tek parku. Ka qenë një skenë kur e mbaj mend si tash që disa fëmijë gjujtën me top sepse ishte ato po lunin për qejf vet. Ti erdhi topi, erdhi i natë, pa nga ato, po unë në atë moment ju afrova dhe kishte dhe nervin e fëmijëve, kishte çudinë time që po ky ku doli këtu për autograf me vete. Ore Gori, shoku i dashur i bangës, se një vëllano bledhën ti? Jo, të pash i parë në bar kur po vallëzoj. Edhe ti më vure re, po më duket nuk më njoh. Ja.
Një nga skenat më të rëndësishme të gjithë i koleksionit tim është një nga momentet realisht më të rëndësishme të gjithë kësaj qasjes time me kineman shqiptare, është takimi me Xhevdet Feri, i cili dhe ai nuk jeton. Xhevdet Feri ishte pedagog të artet, dhe kur pa interesin tim për fotot apo për autografet, dhe gjeti dhe foton e tij aty, më ofroi vetë, pa i kërkuar asgjë, më ofroi vetë që a do të futesh tek një orë leksioni apo të 2 orë leksioni që ai kishte konsekutive. I thash po me gjithë kënaqësi. Dhe ndjeta 2 orë në leksion regjie me Xhevdet Feri. Edhe ishte skenë shumë e bukur, moment shumë i bukur. Aktori ose aktoria fundit që ka qenë gjallë dhe cilës i ka marrë autograf, ka qenë Edi Luarasi. Po, biles në 2 foto dhe autografet janë të ndryshme, të dyja nga njëra tjetra. Po gjithsesi kjo është e bukur sepse nga njëta dorë dalin 2 firma të ndryshme, imazhe të ndryshme dhe ishte shumë e bukur si gjë. As Edi nuk jeton më. Autografi i fundit ka qenë, me sa mbaj mend, i profesor Dimitra Anagnostit dhe i zonjës Roza Anagnosti, që i takova te kafja e përhershme te Corneri që rrin tek Akademia e Artëve. Dhe biles patëm një bisedë shumë interesante me ato. Filmi më i mirë shqiptar sipas meje nuk është i Kinostudios Shqipëria e Re, por është i Alba Filmit. Dhe është Parullat sipas meje. Një nga 3 filmat më të mirë, le të themi. Filma që ishin para 90-s mund të jenë 2 ose 3, të cilët janë bërë shumë mirë. Tek një event i zhvilluar tek Ministria e Kulturës, kur ishte tek Kinostudio, ishin shumë aktorë, por ndër të cilët ishin nga ato aktorët që nuk i kisha marrë akoma një autograf. Ylka Mujo ishte aty prezent, i mora autografin në një foto ku ajo kishte qenë në prapaskenat e një filmi me të bijën, dhe madje u çudit shumë e fotografoi dhe foton time. E bija ishte tepër e vogël, ishte foto para viteve 90. Dhe gjithashtu një personazh shumë i njohur i kinematografisë shqiptare, një emër shumë i rëndësishëm, i cili kur pa foton dhe pa kërkesën time për autograf tha jo, e thash absolutisht, nuk do guxoja. Kam qenë me çantën time dikur të përhershme me vete tek një nga lokalet te Pedonalia, ato që janë poshtë, dihen ato poshtë. Ishte Bujara Sjeriu, dhe Bujara Sjeriu u çudit kujtoi se i kishin ardhur me spiun nga mbrapa për ta gjetur. Po i thash mos u shqetëso, se unë vetëm një autograf po të kërkoj, nuk është aq e rëndë situata. Tha, nesër pas nesër, tha, do thënë ç'firë më kishte ky njeri, dhe bëri këtë skenën. Skenë teatrale dhe aty te lokali. Margarita Xhepa është një personazh që u tregua shumë e dashur në momentin që i kërkova një autograf. Nga aktorët që nuk jetojnë më prej shumë vitesh, do kisha shumë dëshirë të kisha një autograf normalisht Kadri Roshit, të Suleman Pitarkës, 2, Violeta Manushit, 3, Sander Prosi gjithashtu, Naim Frashëri, që gjithë ngatrojnë me poetin, por aktori Naim Frashëri, Drita Pelinku, e cila ndroi jetë përpara se unë të filloj të koleksion, edhe nuk pata fatin ta takoja. Pastaj për të kaluar tek disa personazhe që janë më shumë të pranishëm në teatr sesa në kinematografi, që janë Pjetër Gjoka, Piromani dhe Kujtim Spajvogli, të cilët janë personazhe që kanë ndruar jetë disa prej këtyre shumë herët, por bëjnë pjesë tek ky koleksioni shumë i mirë, ikonik i imi. Kjo foto për shembull është marrë në Korçë, ky është aktori i teatrit të Korçës, Koço Qëndro, në një skenë teatri. Foto nga filmi Vitet e para, Margarita Xhepa më ka dhënë autograf tu. Ky është një nga aktorët që jeton Mario Ashiku në filmin Toka Jon. Anastas Kristofori,
i cili nuk jeton më, i ka marrë autograf të lokali i përditshëm ku shkon të pinte kafe të lagja vetë. Buja Kapexhiu ka qenë një nga rastet që aty ishte pak e sikletshme nga që gati nuk hyra te një klasë të cilën ai po e shikonte për mos kopjuar studentët për një provim që po bënin. Edhe i thashte derat, "Bësh një autograf." Dhe Kapexhiu tani si atëherë në filmin Gjurma, goxha interesant si personazh, çik antikonformist. Guliem Radoja, i personazhit cili as ai nuk jeton, ishte një mundësi që i gjeta numër kontakti, e dija që jetonte në Durrës dhe shkova e takova Kastilën Durrës. Më priti sikur njiheshim prej shumë vitesh dhe ishte një nga takimet më interesante që kam patur me aktor. Ideja se si funksionon koleksioni, ose më saktë se si e kam krijuar koleksionin në fjalë është që fotot janë foto të cilat i përkasin filmave të një periudhe të caktuar të kinemas shqiptare. Nuk ka filma mbas 90-te, le të themi që nuk kanë gjetur dot e para dhe e dyta nuk janë tek fotot të cilat unë i quaj vjetra. Këto janë foto relativisht të vjetra, janë foto që nga viti 58 apo 7 kur është xhiruar Tana, që është një nga fotot e Pjetër Gjoka, e deri në vitin 90. Një foto e Niko Kanxheje që është aty poshtë. Dhe ky aspekt më ka bërë që mos marr dhe mos kem si thosh asnjë lloj dedikimi për të marrë foto të mbas viteve 90 apo mbas 2000, sepse nuk i quaj, le të themi, në koleksionin tim autentike, nuk i quaj të vjetra dhe nuk i quaj që kanë këtë rëndësinë e dikurshme. Por dhe ato kanë vlerën e vet, sepse janë patjetër foto të aktorëve të plejadës më vonshme. Koleksioni nuk kam asnjë lloj interesi ta zgjeroj për filmat mbas viteve 90. Duke mos i ulur fare vlerën filmave mbas viteve 90, nuk ka të njëjtën ndjeshmëri koleksioni im për këtë lloj periudhe. Mundësi që unë nëse më kërkohet ta shes të koleksiona apo t'ia dhuroj dikujt, nuk ekziston asnjë rast tjetër, sepse është diçka që unë kam harxuar kohë, energji, nuk po flas për anën monetare, por kam harxuar shumë energji për t'i gjetur, për t'i takuar, për të marrë shpirtin e tyre artistik në momentin që unë i takoj dhe për të marrë dhe një lloj buzëqeshje apo 2 orë, 1 orë ca kafe me ta. Dhe nuk është aq e thjesht as shitja dhe as dhurimi i kësaj gjëje, kushdo që ta kërkoj dhe kushdo që të ketë interes. Ajo është e imja dhe supozoj të jetë e imja për herë. Leitmotivi i gjithë kësaj historie time të shkurtër është që nëse puna e përditshme dhe aktiviteti mbajnë gjallë trupin e njeriut, pasioni është ai që gjithmonë mban gjallë shpirtin.